Demokratët bllokojnë buxhetin, qeveria amerikane hyn në mbyllje të pjesme. Qeveria amerikane ka hyrë në mbyllje të pjesme, shutdown, pas përplasjes mes demokratëve dhe republikanëve në Kongres për financimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Shutdowni erdhi pasi senatorët demokratë refuzuan të votojnë një projekt ligj që do sigurojë vazhdimin e financimit për DHS në kundërshtim me politikat e administratës Trump për deportimet masive. Vendimi lidhet me vrasjen e 2 shtetësve amerikanë në Minnesota, Alex Brady dhe Rene Good, nga agent federal në një kohë kur Donald Trump kishte urdhëruar shtimin e forcave të migracionit në Minneapolis. Demokratët kërkojnë që ligji i financimit të DHS të rishkruhet dhe përfshijë kufizime të reja për agentët federal, përfshirë ndalimin e mbajtjes së maskave nga agentët, detyrimin për kamera trupore, zbatimin e një kodi sjellje, hetimet pavarura për shkeljet e mundshme, ndalimin e patrullimeve endacake ku personat ndalohen bazuar në dyshime për statusin e migracionit. Këto nuk janë kërkesa radikale, por standarde bazë që qytetarët presin nga forcat e rendit, deklaroi lideri i Pakicës Demokrate në Senat, Chuck Schumer. Departamentet të prekura nga mbyllja përveç DHS-it, Kongresi nuk ka miratuar ende buxhetin për disa departamente të rëndësishme, përfshirë mbrojtjen, arsimin, punën, shëndetësinë dhe shërbimet sociale, transportin, strehimin dhe zhvillimin urban. Sipas zyrës menaxhimit të buxhetit, OMB, këto institucione janë udhëzuar zbatojnë planet për një shutdown të rregullt. Ndikimi i mbylljes pritet të ndihet realisht nga e hëna dita e parë e punës. Senati ka miratuar një paketë përkohshme financimi, por ajo duhet ende të kalojë në dhomën e përfaqësuesve, e cila pritet të mblidhet të hënë. Presidenti Trump ka sinjalizuar se do firmos paketën sapo ti paraqitet.